Një nga zonat më të dashur dhe të frekuentueshme të qytetit të Shkodrës, shëtitoria pranuar së Bunës, vijon të qëndrojë në errësirë të plot gjatë orarëve të mbrëmjes. Çdo mbrëmje qindra qytetar, familje me fëmijë të rinj dhe të moshuar, zgjedhin këtë shëtitore për të kaluar kohën të qetë në natyrë, pranë liçenit dhe larg zhurmës së përditshme. Por përballë mungesës së ndriçimit publik, kjo hapësirë transformohet në një rrugë të rrezikshme, ku lëndimet, rrëzimet apo incidentet rrezikojnë çdo moment. Rreziku këtu është në veçantë i lartë, pasi është ende zone ku po punohet për hyrjen në qytetit. Ndaj në mungesë të ndriçimit, qytetarët mund të pësojnë dëmtime fizike. Shëtitoria pranore së Bunës nuk është thjesht një rrugë këmbësorësh, ajo përbën një hyrje më të rëndësishme të qytetit dhe një nga pikat e kontaktit për shumë vizitorë që vinë në Shkodër. Pamja që ofron, kjo zonë në orën e mbrëmjes është errësirë, duke humbur kështu vlerën estetike dhe turistike. Ndriçimi publik nuk duhet parë si luks, ai është treguesi për kujdesjes ndaj jetës publike, ndaj komunitetit dhe zhvillimit urban të qëndrueshëm. Bashkia Shkodër ka detyrime të ndërhyjë për ndryshimin e kësaj gjendje, pasi qytetarët nuk mund të vazhdojnë të kalojnë kohën e lirë në pasiguri. Shëtitorët dhe hapësirat publike janë mjediset të gjalla të qytetit, ndaj ato në asnjë mënyrë nuk mund të lidhen me errësirën. Ndërhyrja për rikthimin e ndriçimit në shëtitoren e urës së Bunës nuk është thjesht një veprim teknik, por një kusht i domosdoshëm për më shumë siguri për qytetarët. Ndriçimi i lokaleve nuk mjafton as pak për të ndriçuar shëtitoren.